Prajmi së shtunës në Big Brother VIP pritet të sjellë një tjetër eliminim të fortë, ndërsa 4 banorët që janë në votim janë Kristi, Lorna, Selin dhe Seno. Secili prej tyre ka patur një javë të ngarkuar me dinamika, debate dhe strategji që kanë ndikuar ndjeshëm në perceptimin e publikut dhe të banorëve të tjerë. Kristi, gjatë këtyre ditëve, ka zgjedhur të lojë hapur. Ai mblodhi të gjithë banorët në sallon për të treguar se i mbledh kur të dojë, një veprim që u perceptua si demonstrim i forcës dhe autoritetit. Po ashtu ndarja e krevatëve nga ana e tij nuk u prit as pak mirë nga banorët, duke i zbehur ndjeshëm mbështetjen brenda shtëpisë. Nga ana tjetër, Seno është përfshirë në shumë debate gjatë javës, çka ka bërë që një pjesë e madhe e banorëve ta shohë si më të rrezikuarin për eliminim. Konfliktet e shpeshta e kanë vendosur shpesh në qendër të tensioneve, duke bërë një figurë polarizuese. Për sa i përket vajzave, Selin u përfshi në një polemik të fortë me Mirin gjatë prajmit, për shkak të faktit që kishin ndarë krevatin bashk, që nga ajo ditë Selin duket më e tërhequr dhe më pak aktive në lojë, gjë që mund të ndikojë në votat e publikut. Ndërkohë, Lorna vazhdon të kërkojë hapësirën e saj brenda formatit. Ajo po përpiqet të gjejë vendin e saj në lojë, por deri më tani nuk ka patur një moment të fortë që të bëjë diferencën e qartë nga të tjerët. Megjithatë, votimi i hapur online tregon një panoramë krejt tjetër. Sipas shifrave që po qarkullojnë, 50% e votuesve duan të shpëtojnë Kristin, 22% Senon, 18% Selin dhe vetëm 10% Lornën. Këto shifra sugjerojnë se pavarësisht kritikave brenda shtëpisë, Kristi gëzon mbështetjen më të madhe të publikut, ndërsa Lorna rezulton me përkrahjen më të ulët në këtë fazë. Tani mbetet pyetja e madhe: a do përputhen votat e publikut me perceptimin e banorëve, apo do kemi një surprizë në prajmin e së shtunës? Ju kush mendoni se del nga shtëpia e Big Brother VIP? Për t'u informuar për të rejat më të fundit, mos harroni të na ndiqni.